Nuk ju merr Albin Kurti, nuk o fahit Ardan Mëlligjaj. Nëse ti se ke dërgu, sot se ke adresu protestët ndaj Albinit, e ke adresu ndaj PDK-s e LDK-s, mos të harrojmë, ato se ata mund të thonë, merru me Albinin ti zotni se Albini është kryeminist, mos merr me opozitën. Shumë përgjigje e shkurt. Opozita është duke e ndihmu Albin Kurti. Opozita me qasjen e vet e ka rrit Albin Kurtin. E ka rrit. Kjo është fakt, janë numra. Opozita, se nuk është të ja votu opozita një president që këta po menojnë që jo mirë. Këta s'menojnë heq. Këta janë shku në takim, s'kanë pas asnjë menim. Tha valla shku me këqyrëm që po menon kryetari i parë, na s'kem kandidat. Të dy partit kanë thonë s'kem kandidat deri sot. Partisë pari takon, na po presim. Po pse shkove vlla, prete ta qeta i kandidatin ose kandidatën, analizoja është mirë pra për Kosovën, edhe mas ne i thuje votoj ose votoj. Pse po shkon takim nëse s'ki qëndrim, nëse s'ki njët me shty qëndrim? Hajta ta hapim debatin